që e kemi të lojtarëve, më ne që kulmi është kur të kualifikohemi në kampionatin evropian ose botror. Pastaj a morëm një pikë, as morëm as një pikë në evropian ose botror, ajo pak që në si për mua. Ja, nuk si është edhe kulmi me dojtë para absolutisë ose të njësë me ditja. Momentalisht po jo kulmi i projmit qësoj këmtore. Sepse që kjo këmtore me qëfar lejtarë ko, besoj që... Këna u pej Zvicrës këna thonë s'pas këm kurgjon, s'kena qalipëm. Po, kër këna u prej Bjelorësis këna thonë që s'dolim dytët që të grëbë. Apo pëtën, tash s'mujna me motë për një luj. A di që është që cilësuat sukses edhe play-offi për kampionat botror, është një sukses në vendit. Ne dim historikun e kombëtarës Shqipërisë, dhe me thonë që lunë që 100 vjetë në kualifikuse dhe për hirë të pare ka arrit play-offin për kupën e botës. është një sukses, sigurisht, po pritshmërit ta shkojnë të urrit për shkak se na kemi orë direktor dhe kemi me tentu, do me thonë me buat hopin e radhës. Por nuk kam e qenë e letë se sa e kanë qenë vështira këto kombëtarët që kemi lujtë në këtë grup, edhe një shkallë më e lartë e vështirësisë është play-offi. Këto e dim, duke ashtu faktin kësaj që ndeshjet do t'i luajmë si musafir për shkak ranglistës ku qëndrojmë. Ne me Xhas do të jemi në vazon 3. Po, në vazon 3 dhe... Po, Erdes dihet edhe nesër edhe të martën, ka ende ndeshje dhe nuk është definitive. Jo, me shumë Xhas na do të jemi musafir, sidomos në... Jo, me shumë Xhas, po 100% jena musafir në ndeshjen e poshtë. Po nëse arrim me poshtë një skuadër të fortë në gjysmë finale, mundet me na u kthy ajo pjesa për punën e terrenit, kështu që... Jo, veç mos keq kuptuam, se unë thash që në qëtë momentum që është kombëtarja e Kosovës, personi i cili e kritikon kombëtarin e Kosovës ose kënd të qoftë që është në federatë ose ku do të qoftë, është thjesht i padeshëm, është thjesht i kritikë, unë po flas për vete. Jo, tash është interesant kur në sukses me gjithë kritika, kur s'ka sukses apo di. Është i padeshëm ai që e kritikon sot kombëtarin e Kosovës, sepse në një grup po besoj që ky është kulmi, ky pres që Kosova ka tavanin edhe më të lartë. Tavani jonë është kualifikimi në kampionat evropian ose botror. Pastaj, a mujna me kalu grupin nëse arrim me që të gjenerat, ajo është këtë tjetër tim, unë po menej që... Në fillim, kër e ke parën titë, unë në fillim thash, unë s'kom besu që na dolim vendin e dytë. Unë s'kom besu as për vendin e tretë, po e thëmë publikisht e kom thënë edhe me herë. A ka mujtë më u cilësu kulm rënditja në vendin e dytë, kër e kena pa shorte? Kosova pa dyshim që në kulmin e vetë, këtë se më hanë kërkosh. Qa kena mujtë me analizu në startën e kësaj kampanjës? Mos e gjyka që ta është kërë kry, po thëmë në startën e kampanjës. Po këthejme 5-6 muj ma herët, nëse më kishtu ndikosh që na dolim vendin e dytë në qëtë grup, unë thjesht kësha kësë s'pëdem futbol ose thjesht është shumë optimist. Jo, vetëm ti, qdo kush. Jo, pritshmërit reale kanë qenë që na morim